Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliangji ishte i ftuar këtë mëngjes në programin Live from Tirana me Ronaldo Sharkën, kundër të tjera foli edhe për marrëdhënien e tij me Grida Dumën. I pyetur mbi ndjesinë e të qenurit krenar për lidhjen, Saliangji u shpreh hapur se dashuria është një element thelbësor në jetën e tij dhe se ai e konsideron atë si pjesën më të rëndësishme të identitetit personal. Ai theksoi se gjithmonë ka preferuar të ruaj privatësinë në jetën e tij, por kjo nuk e zvogëlon as pak rëndësinë që ajo ka për të. Është fat, pa diskutim, është edhe pjesë e krenarisë, por dhe botëkuptimit tim. Pra, ajo që unë jam sot është e lidhur ngushtë edhe me pjesën personale, u shpreh ai. Sipas deputetit, njerëzit ndahen në dy kategori, ata që besojnë në dashuri dhe ata që jo, por ai vetë është ndër ata që besojnë fort. Besoj në Zot, besoj që ekziston diçka përtej nesh dhe besoj se dashuria nuk është vetëm një koncept i shkruar në libra, deklaroi Saliangji, duke nënvizuar rëndësinë shpirtërore të marrëdhënieve. I pyetur më tej nëse është natyrë tradicionale dhe nëse e sheh veten të martuar në të ardhmen, Saliangji u tregua i balancuar në mendim. Ai tha se e pëlqen idenë e martesës, por nuk e quan një domosdoshmëri apo një kusht që përcakton vlerën apo qëndrueshmërinë e një marrëdhënieje. Sipas tij, martesa është një institucion që duhet të vinë natyrshëm dhe jo nën presionin e shoqërisë apo pritshmërive të tjerëve. Unë nuk gjykoj askën që nuk e dëshiron apo nuk e sheh të rëndësishme martesën. Për disa është një event i madh, për disa të tjerë nuk ka domethënie, secili duhet të jetë i lirë të zgjedhë formën e tij të jetesës dhe të lidhjes, tha ai. Në këtë kuptim, deputeti theksoi se ligji apo ceremonia nuk janë ato që mbajnë njerëzit bashk, por mënyra se si dy individ ndërtojnë marrëdhënien mes tyre çdo ditë. Në përfundim, Saliangji shtoi se pavarësisht se martesa ka rolin e vet kulturor dhe ligjor, ajo nuk është ajo që garanton lumturinë. Sipas tij, thelbësore është harmonia e përditshme, mirëkuptimi, respekti dhe dashuria që dy njerëz ndajnë. Martesa nuk të bën patjetër të lidhur. Ajo që të lidh vërtet është përkushtimi që ndan me dikë, çdo ditë, përfundoi ai.